Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar tek një moment, tek një histori, pasi që sot kam përzgjedhur që të bëj një analizë të banorëve të Big Brother VIP Kosovës tek një vajzë e cila u prezantua si vajza më e re e këtij spektaklit. Do ndaloj tek Eliora. Eliora një gocë shumë e bukur, shumë e dashur, shumë pozitive, por unë gjithmonë kam thënë që pas një buzëqeshje shumë të madhe fshihet një shpirt i thyer, një shpirt shumë i vuajtur. Tani, pyetja e mbrëmshme që më bështe ishte kjo: a ka një lloj kopjimi nga platforma digjitale e vitit kaluar Big Brother në Shqipëri? Po, ka kopjim ky vit sepse është i bazuar në histori. Banorët të cilët kanë hyrë brenda këtij formatit kanë një histori mbrapa vetes së tyre. Dhe pikërisht Eliora është një vajzë e cila ka një histori shumë të dhimbshme. Ajo në një aksident në Kroaci ka humbur nënën edhe motrën e saj në moshë shumë të re. Dhe Eliorës është dashur që në fakt i është dashur të kujdeset për vëllaun edhe për veten e saj. Eliora është bërë nën në moshë shumë të re, në kuptimin që është kujdesur për vllaun, e ka rritur vllaun, është kujdesur për shtëpinë, është kujdesur për veten e saj, por edhe ka një dhimbje të madhe shpirtërore, besoj që do të jetë rrëfimi më i dhimbshëm që do të dëgjojmë në këtë format këtë vit nga Eliora, vajza që natën e mbrëmshme hyri shumë e qeshur, vajza që natës së mbrëmshme i dha një kuptim tjetër, që tregojti që jeta është e bukur, pa marrë parasysh se ne çfarë na ndodh, ne duhet të ngritemi në këmbë edhe duhet i themi vetes që ne do t'ja dalim, ne jemi të guximshëm, ne jemi të fuqishëm, por ajo që ndodhi me Eliorën dhe ajo që ka ndodhur është, besoj që Big Brotheri është kthimi i dritës në shpirtin e saj. Që nga momenti kur Eliora hyri brenda në shtëpi, të gjithë fansat e saj filluan që të shpërndajnë këtë histori në rrjetet sociale, një histori që në fakt unë kur e dëgjova më ka prekur shumë dhe më ka krijuar një imazh të një vajzës të guximshme, më ka krijuar një imazh të një vajzës e cila ashtu siç ka luftuar në jetë për të rritur vllaun e saj, për të kujdesur për vllaun e saj dhe për të kujdesur për veten apo për të ruajtur atë nderin familjar, besoj që edhe në Big Brother do të jetë e guximshme për të ruajtur veten, qoftë edhe për të gjetur gjysmën e shpirtit të saj. Në videon prezantuese të Eliorës unë dëgjova që tha në fund që shpresoj, do me thënë shpresoj, që unë të dalë single nga ky reality show, por shpresoj nuk kupton që ndoshta unë do t'jem e vazhdueshme me një lidhje dashurie, edhe pse ju më tash e dini se banorët kanë krijuar një lloj psikologjie që në Big Brother duhet jesh në lidhje dashurie për të luftuar deri në fund. Unë uroj me zemër që Eliora t'ja del, uroj me zemër që Eliora të ketë mundësinë të tregoj veten e saj dhe publiku shqiptar ta mbështeten dhe ta vlerëson për të gjithë sakrificën që në fakt ajo ka bërë për familjen dhe për të ruajtur vlerën e familjes, por domethënë në këtë Big Brother këtë vit të gjithë do të emocionohemi, të gjithë do të përlotemi, se do të dëgjojmë rrëfime shumë të rënda, do të dëgjojmë histori të tmerrshme, ndoshta histori që prekin deri në palcën e njeriut për dhimbjen dhe për tmerrin që ato jetojnë në jetë nga përditshmëria apo nga gjëra të paimagjinueshme apo që ne nuk imagjinojmë që do të na ndodhin në jetën tonë. Kjo është një histori që unë kam arritur ta zbuloj për njërin nga banorët e kësaj shtëpie, më pas për të komentuar edhe ngjarjet e tjera që do të ndodhin dhe dinamika që sapo në fakt kanë filluar afrimitetet, simpatitë, njohjet dhe ndoshta këto kryqëzimet brenda këtij formatit.